jo pak, por 3 vrasje brenda pak orësh i japin një tronditje opinionit publik. Nuk bëhet fjalë për krime të organizuara. Nuk bëhet fjalë për mafia. Bëhet fjalë për persona të thjeshtë, të cilët në vetvete kryen vetëm një veprim, edhe ai i thjeshtë. Për këtë ju mor jeta. Për më shumë se një dekadë kemi parë të përsëritet e njëjta skenë tragjike në shumë qytete të Shqipërisë. Nëna të vrara nga duart e fëmijëve të tyre. Nuk janë vrasje të zakonshme. As akte akmarrje apo krime për pasurinë. Janë ngjarje që të ngrinë gjakun. Ndodhin brenda shtëpisë, në vendin më të sigurt që një njeri duhet të ketë. Ato janë vrasje që thyen logjikën njerëzore. Nëna që kujdesen, ushqejnë, falin dhe pastaj masakrohen nga ata për cilët kanë sakrifikuar gjithçka. Duket si një çmim absurd që paguhet për dashurinë, një ndëshkim mizor, që jeta u jep pikërisht atyre që kanë dhënë më shumë. Por përtej tragjedisë qëndron një e vërtet që shpesh nuk duam ta shohim në sy. Shumë nga këta njerëz nuk janë kriminal në kuptimin klasik të fjalës. Ata janë cëmur, të lënë pas dore, pa trajtim, pa mbështetje, pa një sistem që t'i mbajë nën kontroll. Në disa raste, ta persona kanë qenë një trajtim psikiatrik, por janë liruar pa ndjekje. Në raste të tjera janë mbajtur në shtëpi nga nëna që s'kan dashur t'i dorëzojnë institucioneve. Derisa një ditë ajo dashuri është kthyer në tragjedi. Historitë janë edhe përtej familjeve. Disa prej tyre kanë sulmuar komunitete dhe mbi të gjitha, për më shumë se 12 orë, kanë bërë luftë me Renea në përplasje me armë, ndryshe nga çdo kusht tjetër. Në këtë javë, sërish u tronditën nga 3 vrasje brenda pak orësh. Të gjitha me thik, për arsye nga më të ndryshmet. Një debat banal në punë, një konflikt familjar, një shpërthim i papritur nervash. Asnjëri prej tyre nuk ishte pjesë e mafias, as e krimit organizuar. Të gjithë kishin një emërus të përbashkët, problemet shëndetit mendor, të pa diagnostikuar, të pa menaxhuar, të harruara nga sistemi. Kjo nuk është më vetëm çështje krimi. Ky është një alarm kombëtar. Por përpara se t'i analizojmë ngjarjet veç e veç, do donim t'ju kujtonim edhe një herë tjetër se problemi më i madh në Shqipëri sot është shëndeti mendor. Një numër i madh personash që rritet pafundësisht. Por a kemi ne një sistem për t'i përballuar kaq shumë? Apo si shoqëri do presim që të kemi të tjera viktima si ato të kësaj jave? Por si po e harrojmë sot gjën më kryesore në shoqërinë tonë, atë që po ndjejmë se në çdo moment po bëjmë sikur na shkalojmë. Një ndër fenomenet më të dukshme në shoqërinë shqiptare është mënyra se si të rinjt, sidomos ata nga mosha 14 dhe deri në 18 vjeç, komunikojnë në hapësira publike. Mjafton të kalosh pranë një grupi nxënësish në një stacion autobusi, në një kafene apo edhe në oborin e shkollës, dhe menjëherë të bie në sy gjuha e ashpër, e rëndë dhe shpesh herë fyese. Djemë dhe vajza që përdorin fjalor që nuk mund t'i imagjinoheshin të përdoreshin në kohën e rritjes së prindërve të tyre. Kjo gjuhë që dikur do të konsiderohej e papranueshme, sot është bërë pjesë e përditshmërisë të një kulture që po përhapet me shpejtësi. Shpesh dëgjojmë prindër që pas një bisede të tillë në rrugë gjithmonë i paragjykojmë, e bëjmë një gjë të tillë objekt bisede, por gjithmonë thonë me bindje, imi nuk sillet kështu. Por në të vërtetë, shumë prindër nuk e kanë asnjë ide se si sillet fëmia e tyre në shkollë apo në shoqëri. Ndërsa në shtëpi mund të tregojë respekt, qetësi, në mjedisin shoqëror mund të përdor një gjuhë krejt tjetër për të dukur i fortë, modern e të tjera. Kështu po lind një kontrast i fortë midis edukatës familjare dhe sjelljes reale në publik. Arsyet e këtij degradimi gjyqësor janë të shumta. Së pari, ndikimi i rrjeteve sociale jashtëzakonisht i madh. Fjalët e rënda janë kthyer në një mjet për të bërë përshtypje dhe për të dukur cool. Së dyti, mungesa kontrollit prindëror dhe shimbujve pozitiv e bën këtë gjendje edhe më të rëndë. Shpesh edhe vetë të rriturit përdorin gjuhë të ngjashme duke mos qenë model për brezat që vijnë pas. Por ajo që shqetëson më shumë është fakti se gjuha është pasqyrë e mendimit. Një brez që humbet ndjeshmërinë në të folur, që e sheh sharjen si shprehje morale, rrezikon të humbasë dhe ndjeshmërinë njerëzore, respektin dhe kulturën e bashkëjetesës. Në këtë kuptim, ky brez mund të bëhet vërtet një nga më të vështirët në botë, jo për nga aftësitë,
por për nga mënyra se si e kupton dhe jeton shoqërinë. Megjithatë, nuk është vonë për ndryshim. Çështja është se kush do ta ndryshojë. Marrim fillimisht ngjarjen në Tiranë. Jo se ajo ishte më e rënda ndër të treja, por se ndodhi në një ambient pune, në një ambient ku po përgatitej ushqim, e që nuk mund kishte kur far problemi për të arritur deri këtu. Gjithçka për një pjatë. A mund të jetë kështu? A kishte diçka më tepër në këtë histori? Ngjarja më e rëndë u regjistrua në Tiranë, në zonën e komunës së Parisit, ku një person u vra me thik pas një konflikti të ndodhur brenda një lokali. Viktima që u identifikua si Indrit Ismail Llari, 34 vjeç, me profesion guzhunjer, humbi jetën në spital si pasojë e plagëve të marra nga goditjet me thik. Ato ishin të shumta edhe i kishin kapur organet jetësore. Autori i dyshuar i ngjarjes është Filip Sheu, 41 vjeç, punonjës në të njëjtin lokal, i cili pas krimit u arrestua nga policia. Mësohet se mes dy kolegëve ka patur konflikte të vazhdueshme që më herët kishin gjeneruar në debate të mëdha. Pak minuta pas arrestimit, kur u morë në pyetje, autori i kësaj vrasje deklaroi se viktima e bullizonte prekohësisht në vendin e punës, çka mund të ketë qenë edhe shkaku që çoi në përplasjen fatale. Në njoftimin zyrtar, policia e Tiranës shpjegon, rreth orës 15:30 minuta në zonën komune e Parisit, ambientet e një lokali, shtetasi Filip Sheu, 41 vjeç, gjatë një konflikti për motive të dobta, goditi me mjet prerës shtetasin Indrit Ismail Llarit, 34 vjeç. Ky i fundit humbi jetën në spital si pasojë e plagëve të marra. Autori i dyshuar u kap dhe u shoqërua në komisariat. A bullizoi vërtet, apo thjesht nga paftësia kishte një sens të lëndimit të dinjitetit personal? Pretendimi më bullizonte tregon se ai e percepton sjelljen e viktimës si njerëzore apo pështruese. Por shefi i kuzhinës thjesht kërkonte një kujdes më të madh për klientët. Konflikti nis nga një kërkesë për proshut më të freskët. Kjo nuk është një normë e brendshme e dhunshme për zgjidhjen e konfliktit. Por bullizmi nuk mund të konsiderohet për pak kohë. Të mendosh se kishin një histori të gjatë mes tyre, nuk arrin do të gjesh një arsye, sepse të dhënat tregojnë se vrasësi kishte vetëm 3 muaj në punë. Të bullizohesh do një kohë më të gjatë. Nuk mund quash bullizëm një përpjekje për pak debate pune. Bullizmi është një mendësi konfliktuale në marrëdhënie afatgjata. Bullizmi do ishte një konflikt i përsëritur dhe i përkeqësuar me kohën. Për këtë rast, ka dyshime për një tjetër arsye, ndërkohë që mund të lidhet me paaftësinë e detyrë dhe me një frikë të vendit të punës. Sot vrasësi mund të thotë bullizohesha, por ai në fakt nuk reagoi për një gjë të tillë. Ai reagoi si një shkak se për gabimet që bënte mund të humbiste detyrën, që për shkak të mundësive të pakta ekonomike që kishte i duhej patjetër që një njeri si vrasësi të kuptojë në fakt se çfarë është bullizmi në nivelin që ka është e vështirë. Jeta e tij në vetvete është e vetme dhe me mundësi të pakta. Ai nuk di të bëjë diçka më mirë për të hyrë në shërbim të shoqërisë. Dhe në këtë moment ndihet i pafuqishëm që midis paaftësisë së tij në detyrë, pasi nuk është se ka ndonjë arsimim në guzhim dhe frikës së papunësisë. Reagimi i tij është përtej çdo lloj situate të imagjinuar. Historia e konflikteve në vendin e punës lidhet më së shumti me një marrëdhënie të tensionuar që po nuk ndërhyre në kohë bën një gjë të tillë. Ai nuk ka qenë i bullizuar. Ai ka ndjerë ndjesinë e degradimit shoqëror. Tek disa persona, ofendimet në marrëdhëniet afatshkurtra mund të aktivizojnë ndjenja të forta, inferioriteti dhe mlefi. Dikush tha se ky njeri që kreu vrasjen e fundit në Tiranë mund të ishte edhe në survejimin e policisë, me pretekstin se vite më parë ishte dënuar për mbajtje pa leje një thike. Pa është reale kjo. A mundet policia që të mbajë në survejim një ndihmës guzhunjer? Jo,
nuk mundet. Dhe nuk është kjo arsyeja. Arsyeja duhet jetur diku tjetër. Përdorimi i thikës tregoi qartësisht zgjedhjen e një mjeti lehtësisht të aksesueshëm me efekt të menjëhershëm. Arrestimi i tij pa një tentativë për t'u larguar nga vendi, ndryshe nga dy të parat, na lë të kuptojmë se ka qëndruar aty emocionalisht i tronditur. Kjo tregon më shumë impulsivitet dhe pa planifikim për ta kryer vrasjen. Por gjithsesi, ai nuk shpreh pendes. Përkundrazi, nxjerr alibi. U bullizova, zërat se duke qenë se dikur ishte dënuar për mbajtje pa leje thike dhe se duhet ishte nën survejimin e policisë, janë totalisht të kota. Një njeri i tillë kurse si nuk mund të ishte në survejim, kur mendon se puna e tij e vetme që gjen është ndihmës guzhinier. Pra rreziku i tij shoqëror është zero. Rreziku i përsëritjes për individ me sjellje impulsive, vetëm se janë gjetur me thikë në xhep, jo domosdoshmërisht i japin iden se ai do të kryejë një krim. Gjithsesi, vështrimi ynë është hipotetik dhe bazohet vetëm në informacion të pjesshëm, pasi jo të gjithë e dinë jetën asketet të tij. Asketizmi në Shqipëri po bëhet një çështje reale e frikshme për shumë individ të tillë. Kush jeton vetëm, gjithmonë më tepër po bëhet i dëmshëm në jetën e tij. Por ka një gjë që mungon në Shqipëri, një protokoll për punësimin. Nuk duhet që policia ta ketë atë në kontroll se 10 vite më parë kishte një thikë në xhep, por në librezën e tij të punës duhet jetë e shënuar që më parë ka patur jetë me probleme. Dhe nëse është një person i cili më parë mbante thikë dhe konsideron atë si një mjet të domosdoshëm mbrojtjeje dhe ka një problem të tillë, atëherë ai nuk mund të punësohet në një vend të mbushur me thika për shkak se është një guzhinë, e cila mjet parsor ka thikën për të kryer punë. Mirë po në Shqipëri, në punësime sipër, kur kush nuk ta di të kaluarën e tjetrit, nuk din problemet e tij dhe kështu me radhë, se thjesht ja kërkosh policisë. Po në fakt, këtë duhet ja kërkosh një sistemi tjetër të gjerë, duke nisur që nga inspektoriati i punës. Në Shqipëri shëndeti mendor po shfaqet si një çështje më rëndësi gjithnjë më shqetësuese, jo vetëm për individin, por për shoqërinë në tërësi, ndërsa tabuja historike të çrregullimeve mendore vazhdojnë të ndikojnë në mënyrën si këto probleme perceptohen dhe trajtohen. Të dhënat e fundit tregojnë një përkeqësim të dukshëm të situatës, së bashku me mangësi të rëndësishme në ofrimin e shërbimeve. Sipas një raporti të Bankës Europiane për Zhvillim për vitin 2023, i fundit i kryer në Shqipëri, 40% e burrave dhe 58% e grave kanë përjetuar të paktën një simptom të shëndetit mendor gjatë vitit. Kjo i vendos të rinj dhe të moshuarit në kategori me prevalencë të lartë, ndërsa çrregullimet më të zakonshme janë ankthi dhe depresioni. Një studim në rajonin e Shkodrës gjeti një situatë akoma më të lartë të çrregullimeve mendore. Për shembull, rreth 45% të shtruarve në spital me çrregullime mendore rezultuan të kenë skizofreni. Këto shifra tregojnë se problemi nuk është i vogël dhe nuk ka të bëjë vetëm me raste ekstreme. Edhe në popullsi të përgjithshme, shfaqja e shqetësimeve mendore është e përhapur. Sistemi shëndetësor shqiptar përballon vështirësi të mëdha për të ofruar mbështetjen e nevojshme për shëndetin mendor. Një nga elementet më problematik është mungesa e stafit specializuar. Për shembull, në një raport thuhet se në Shqipëri ka vetëm 25 mjek psikiatrë në të gjithë vendin, kuptohet shtetëror sepse ka një numër shumë të lartë të tyre privat. Gjendja infrastrukturore gjithashtu nuk është e mirë. Spitale psikiatrike me migarkesë, kushte jo të përshtatshme, stafe jo të përgatitura siç duhet. Një raport i fundit flet për situata skandaloze për personat me çrregullime të shëndetit mendor. Nga ana financiare, sistemi i kujdesit shëndetësor është i nënbuxhetuar dhe shpenzimet që mbulojnë vetë qytetarët janë rritur. Kjo ka ndikim të drejtë për drejtë edhe në trajtimin e çrregullimeve mendore, të cilat shpesh konsiderohen shtesë ose priten shumë për të marrë ndihmë. Tipikisht, kjo është të mendosh shqiptarçe, kush harxhon lek për ta. Por pikërisht, ky është problemi, dhe një problem i qëndësishëm. Shkurt, shëndeti mendor në Shqipëri është një pikë kritike. Ka një përhapje të lartë shqetësimeve, por kapaciteti për të reaguar mbetet i pamjaftueshëm. Mos e prek kalin se është i lodhur. Po kjo, a është një arsye për të vrarë një njeri? A ishte njeriu që kreu këtë vrasje një person
problematik? Po, ky mund të ketë qenë. Për shkak të një dënimi të mëparshëm. Ai ishte asket, por nuk duhet ishte në vrojtimin e policisë. Duhet ishte në vrojtimin pikërisht të mjekëve të këtij qyteti, për gjendjen mendore që ai kishte. I komunitetit që duhet të kishte çuar më parë sinjale për atë që ai ushtronte në lagje. Ishte njëri i cili ishte i vrasht në komunikim. Por fundja fundit ishte edhe i varfër. Bënte foto me kalin e tij. Kjo ishte tregtia që ai ushtronte. Pas disa orë kërkimesh intensive, policia arrestoi 63 vjeçarin Kristo Mema, i fshehur në shpellën e Mehmetit, përballë urës së Goricës. Pas mrritjes në komisariatin e policisë, u komunikua akuza për vrasjen me thik të Keli Hoxhës, 42 vjeç, pasi konflikti për fotot që fëmijët e viktimës kishin bërë me kalin e tij pranë kalas së Beratit po atë ditë. Ngjarja ishte regjistruar rreth orës 15:10 minuta. Viktima ndodhej në zonën turistike së bashku me nënën, bashkëshorten dhe 2 fëmijët, ku pas një debati për pagesën e fotove, 63 vjeçari nxori thikën dhe goditi disa herë duke lënë të plagosur rënd. Pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë, 42 vjeçari ndroi jetë në spital si pasojë e plagëve të mara. Menjëherë pas krimit, autori u largua nga vendngjarja, por u kap pas 4 orësh ndjekje nga forcat e policisë së Beratit. Sipas njoftimit zyrtar, shërbimet e komisariatit policisë Berat deklaruan se kryen arrestimin e 63 vjeçarit Kristo Mema, i njohur dhe me emrin Kastriot Hoxha, dhe se rezultonte me precedent penal të mëparshëm për veprën penale vrasja. Sipas burimeve policore, Kristo Mema ishte i dënuar më parë në Greqi me 25 vite burg për vrasje. Ngjarje që kishte ndodhur 3 dekada më parë. Pas vuajtjes së dënimit kishte ndryshuar emrin dhe ishte rikthyer në Shqipëri, ku punonte në zonën turistike të kalas së Beratit, duke ofruar xhiro me kal dhe fotografi për vizitorët. Nga përshkrimi i ngjarjes dhe e kaluara kriminale rezulton një profil me prirje agresive të qëndrueshme, të shoqëruara me mungesë vetë kontrolli emocional. Duket impulsiv, me tolerancë shumë të ulët ndaj frustrimit. Dukshëm, ndjen nevojën të mbizotrojë dhe të përjetojë çdo kundërshtim si fyerje personale. Fakti që ka ndryshuar identitetin pas vuajtjes së dënimit nuk do të thotë përpjekje për t'u shkëputur nga e kaluara. Pra, ndryshimi i emrit ka qenë formal, jo psikologjik. Njeriu me prirje të dhunshme ngelet i dhunshëm. Ngjarja tregojmë se kemi të bëjmë me një personalitet sociopat që reagon dhunshëm dhe ndaj provokimit më minimal të mundshëm. Pra, debati banal për një shumë të vogël për foton me kalin është perceptuar nga ai si një kërcënim ndaj autoritetit dhe dinjitetit personal, sepse kali është i tij dhe ai ndihet pronar i këtij kali. Kjo lloj mundësie është tipike tek individët me prirje paranoide, që përjetojnë refuzimin ose mos respektimin si një sulm ndaj vetes. Reagimi ekstrem, përdorimi menjëhershëm i armës së ftohtë, tregon mungesë totale të kontrollit emocional dhe një prirje të mësuar për zgjidhjen e konflikteve me dhunë. Ai nuk ka ndryshuar në asnjë moment sjellje pas vrasjes së parë. Në të kundërt, nuk do të mbante thik me vete. Njerëzit që pendohen nuk mbajnë armë. Pas krimit, ai nuk u dorëzua, por u fsheh, çka tregon vetdije për pasojat ligjore dhe instinkt mbijetese kriminale. Fshehja në një shpellë në një zonë që e njihte mirë, tregon planifikim minimal dhe veprim impulsiv, jo një strategji të menduar. Ai ka vepruar si dikush që nuk është penduar menjëherë, por që kërkon vetëm t'i shpëtojë ndishkimit. Kjo tregon një mungesë të ndërgjegjës së tij. Por a ka një përgjegjësi policia në këtë mes pas këtij krimi? A duhet kishte një sinjal për të? Këtu mbetemi dhe du të bëjmë një analizë të thellë dhe të gjatë. Po a kemi të gjithë ne, në lagjet tona, në komunitetet tona, persona të tillë problematik, por jo problematik të krimit, problematik nga shëndeti mendor. Të gjithë ja na shkalojmë. Kur kush nuk telefonon në një sallë operative policie,
për të lajmëruar dhe për të thënë një histori të tillë. Të gjithë largohemi duke thënë, lemo se ky ka probleme mendore. Kush merret me këtë? Po për të vërejtur aktivitetin e tij ishte policia, komuniteti apo bashkia. Kush e toleroi të shkonte deri në këtë pikë? Pavarësisht se nuk është ky thelbi, sepse Kristot janë të shpërndarë në gjithë Shqipërinë. Ka një shpjegim edhe për këtë fakt. Kristomema përfaqëson tipin klasik të agresorit të pjekur kronik, që nuk arrin të përshtatet me normat shoqërore, por mban brenda vetes tensione, mledh dhe ndjenja inferioriteti që shfryen me dhunë. Ai nuk është superior, përkundrazi, nga që është inferior, i duket sikur njerëzit tallen me të. Prandaj është i dhunshëm. Ai është rrezik i lartë për përsëritje të veprave të dhunshme, veçanërisht në situata ku ndjen se po humbet respekti apo kontrolli. Rehabilitimi i tij është i vështirë, pasi tiparet antisociale janë të rrënjosura dhe të përforcuara nga përvoja e mparshme kriminale dhe mungesa e reflektimit moral. Por a duhej që komuniteti, duke parë ta shinte veprimin e tij të dhunshëm dhe të lajmëronte policinë. Ka zero mundësi që ky individ vetëm atë ditë këtë qenë i dhunshëm. Mbi të gjitha, si e mori të drejtën që në Kala, i cili është një monument që mbrohet nga shteti, pas një lloj kontrate të ketë ky të drejtën të bëj foto, të fusi kalin për shëtitje me turistë dhe me radhë. Ky nuk është i përzgjedhur nga autoritetet shtetërore për ta zhvilluar këtë aktivitet. Dhe kur je i palishëm, mbetesh i palishëm. Ekstremisht i dhunshëm. Ai nuk është i fortë, nuk është mafioz, është akoma më keq. Është skizofren. Në të treja ngjarjet arma e krimit ka qenë e njëjtë. Një thik, një objekt i zakonshëm, pjesë e çdo kuzhine, çdo lokali apo mjeti pune. Është ndruar gjithnjëne më shpesh në armë vdekjeje. Në vendin tonë, ku thikat janë të pranishme në çdo shtëpi apo biznes, çështja nuk është vetëm tek mjeti që u përdor, por tek dora e përdorur dhe gjendja mendore e atij që mban. Në kulturën shqiptare thika nuk shihet si diçka e rrezikshme. Ajo është pjesë e përditshmërisë. Guzhunjerët, fermerët, kasapët, madje edhe shumë punëtorë të zakonshëm e kanë si pjesë të mjetit të punës. Por kjo prani e natyrshme e kombinuar me mungesën e vetë kontrollit emocional, menaxhimin e dobët të stresit dhe problemet të padiagnostikuara të shëndetit mendor e kthen thikën në një rrezik të përditshëm. Sociologët dhe psikologët që kanë studiuar fenomenin e dhunës në vend theksojnë se shumë nga këto vrasje ndodhin në çast pa planifikim, nga persona impulsiv që në momentin e tensionit humbasin kontrollin. Një debat banal në punë, një fjalë e rëndë në familje, një grindje në rrugë dhe brenda sekondash mjeti punës kthehet në armë vrasëse. Kto nuk janë krime tipike të organizuar, por reaksione emocionale të çastit, shpesh të lidhura me probleme psikologjike të pamenaxhuara, ankth, agresivitet, ndjenja poshtrimi, depresion apo çrregullimet personalitetit. Në Shqipëri, mungesa e ndërgjegjësimit për shëndetin mendor është pjesë e problemit. Shumë njerëz që shfaqin sjellje të dhunshme ose shenja të paqëndrueshmërisë emocionale nuk marrin kurrë ndihmë. Psikologët e konsiderojnë këtë kombinim një popullsim me ngarkesë të lartë stresi dhe akses të lartë me mjete vdekjeprurse, si një rrezik permanent i pranishëm në çdo komunitet. Nëse i analizojmë rastet e fundit, modeli përsëritet. Persona që nuk kanë histori kriminale, që duken të zakonshëm, por që në momentin e tensionit reagojnë me dhunë ekstreme. Kjo tregon se problemi nuk është kriminal, por psikologjik. Në një vend ku emocioni zvendçon arsyen dhe ku ndihma psikologjike shihet si dobësi, dhuna me mjete të përditshme do të vazhdojë të marrë. Ekspertët theksojnë se ndërhyrja nuk duhet të jetë te thika, por te njeriu. Dhe kush e kontrollon njeriu? Absolutisht komuniteti. Do shkojmë tek ajo që mund të konsiderohet edhe më e rënda. E këtu askush nuk mund të thotë dot asnjë fjalë. E vrau babain duke ngrënë drek. Nuk mund të ketë një njeri në Shqipëri të mendojë që njeriu që e kreu krimin kishte probleme të rënda të shëndetit mendor. Pa kurfar arsye. A kishte faj babai në këtë mes? Po, e kishte një faj, që nuk e dërgoi më parë në shërbimin shëndetësor, që ti nënshtroi
një mjekimi, por e mbajti në shtëpi duke konsideruar një birë të vetin. U kujdes për të, që mos ta çojë në një institucion nga ato që ne kemi dëgjuar, ku kushdo sillet keq me ata që kanë probleme të shëndetit mendor. E kjo mund të jetë një paralajmërim për të gjithë ata që e kanë një të tillë në shtëpi. Është e mira që ta marrin hapin për t'i dërguar në këto institucione. Ngjarja tjetër e rëndë që tronditi Shqipërinë këtë javë është ajo që ndodhi në zonën e Kodrës së Kuajve, në fshatin Shkallnur të Durrësit, ku 69 vjeçari Pjetër Kodheli u gjet pa shenja jete në banesën e tij. Ngjarja atë ditë u raportua rreth orës 13 dhe menjëherë pas marrjes së informacionit, forcat e rendit nisën kërkimet për autorin e dyshuar, Marian Kodheli, 25 vjeç, djali i viktimës. Pas një ndjekje që zgjati rreth 2 orë, efektivat e forcës posaçme Shqiponja arritën ta lokalizojnë dhe ta arrestojnë të riun në lagjen numër 13 të Durrësit, në zonën e Shkëmbit Kavajës, në një lokal në pronësi të motrës së tij. Kur u arrestua, policia i gjeti dhe i sekuestroi një thik që dyshohet se është mjeti me cilin u krye krimi. 25 vjeçari dyshohet kishte probleme të shëndetit mendor, megjithatë motivet e sakta të ngjarjes mbeten ende të paqarta. Sipas dëshmive të fqinjve, autori i krimit ishte kthyer prej pak javësh nga jashtë shtetit, ndërsa viktima jetonte prej disa kohësh me një bashkëshorte tjetër në të njëjtën banesë. Banorët e lagjes thanë gjithashtu se familja Kodheli njihej si e qetë, pa konflikte dhe se ngjarja i tronditet të gjithë. Pista kryesore lidhet me problemet e shëndetit mendor të autorit të dyshuar, ndërsa pritet që ekspertiza mjekologjore të përcaktojë mënyrën e saktë të vdekjes së 69 vjeçarit. Pikërisht për këtë vrasje, policia bëri një thirrje të veçantë që rrallë ndodh në Shqipëri, të respektohet privatësia e familjes dhe të shmanget për hapja e informacionit të paverifikuar. Autori i kësaj ngjarje ndryshon disi nga dy të tjerët. Ai ishte kthyer prej pak kohësh nga jashtë shtetit. Ky është një element ku shëndeti mendor kthehet në një realitet të vështirë social dhe kjo përbën bazën për analizën e mëtejshme. Kthimi nga emigracioni, pas periudhash të gjata izolimi nga ku gjen në banesë një tjetër hapësirë sociale, krijon ndjesi humbje dhe destabilizimi emocional. Humbja e nënës në moshë të vogël përbën traumë të hershme që shpesh ndikon në zhvillimin emocional dhe aftësinë për të menaxhuar ndjenjat e braktisjes ose vetmisë. Në moshën e pjekurisë, kthimi në shtëpi dhe gjetja e të atit që jeton me një grua tjetër mund të ketë aktivizuar ndjenja të forta xhelozie, përjashtimi apo braktisje, sidomos tek një person me stabilitet mendor të lëkundur. Policia dhe mediat raportojnë se autori dyshohet për problemet shëndetit mendor, por pa specifikuar diagnozën. Sipas përshkrimeve të rasteve të ngjashme, në gjendje në cilin individi humbet kontaktin me realitetin, percepton kërcënime të rreme. Në këtë fazë, ndjenjat e frikës, paranojës apo fiksimit ndaj një personi të afërt mund të përfundojnë në akte të dhunshme të paarsyeshme. Ndryshe nga vrasjet me motive ekonomike apo akmarrje, këto akte ndodhin pa një logjik të qartë, janë shpërthime të papritura të mendjes së sëmurë. Ky rast ngre një çështje më të gjerë shoqërore, mungesa e kujdesit sistematik për personat me probleme të shëndetit mendor në Shqipëri. E për ta vërtetuar një analizë të tillë, do donim të kujtonim një nga videot më virale në internet. Kush është i smuri këtu? Ku një nën, edhe pse e di fare mirë që biri i saj ka probleme të rënda mendore, nuk ja dorëzon autoriteteve, se i vjen keq ta bëjë një gjë të tillë. Por ajo është me mentalitetin e vjetër, për ta ruajtur birin të cilin e ka mbajtur për 47 vite me radhë në shtëpi, për mos ja dorëzuar institucioneve. Por nuk është kjo zgjidhje. Zgjidhja është t'ja dorëzosh. Mi tregon cikletën. Kush i smurën? Jo më jot kjo. Po kush i smurën? Plaka tash. Plaka. Do të më mazhu ku kush i smurën? Plaka. Pa ik këtu. Kaj. Na vjen. Iko, shtetja çaj. Shtet.
Ka një video virale në internet ku një burr në duke i smur mendor që shprehet hapur për gjendjen e tij dhe reagimin e një gazetari për t'u shmangur nga një rrezik i mundshëm. Ai drejtohet kameras kush është i smuri këtu dhe për t'u ruajtur nga reagimi, dikush thot plaka. Në dukje në plan të parë është e ëma e vjetër e cila e shtyn. Shumë kusht në Shqipëri me këtë video bën batuta të ndryshme, ndërsa nuk e di se ndodhet përballë videos më kupti plot, që përmbledh gjithçka mbi këtë histori, edhe pse është xhiruar 20 vite më parë në Fier. Ajo përmbledh në pak sekonda tensionet e mëdha morale, sociale dhe institucionale që rrethojnë çështjen e smundjes mendore në Shqipëri. Ajo ngre pyetje të vështira: kush ka të drejtë ta mbajë vendimin për trajtimin? Kur ndërhyn shteti? Çfarë roli ka media dhe si duhet sillet një familje përballë realiteteve të rënda? Pak a shumë ajo video tregon shqetësimin e një komuniteti se një person me probleme të shëndetit mendor kërkon ndihmën e medias që ai të shtrohet diku për shkak se është bërë rrezik për të. Media i drejtohet autoritetit shëndetësor. Kjo e fundit e shoqëron në vendngjarje dhe thotë se për ta shoqëruar i duhet një firmë e tëmës. Ajo e fundit e moshuar nuk do ta dorëzoj. Me mendjen e saj mendon se është e fundit që e do dhe kujdeset për të në botë. Të tjerët nuk do ta donin. Mirë, por shoqëria shqiptare asnjëherë nuk i merr seriozisht këto probleme. I duken histori batutash. Shumë e rëndë. Sëmundjet mendore janë një gamë gjërë gjendjesh, nga depresioni deri tek episodet psikotike. Një nën refuzon të dorëzojë djalin tek mjeku psikiatër. Shpesh vepron nga dashuria dhe jo nga frika. Ajo e njeh fëmijën më mirë se kushdo, është dëshpëruar nga etiketimet sociale dhe mund të besojë se kujdesi në shtëpi do të jetë më i mirë se sa një spital apo institucion. Por ky refuzim mund të jetë me pasoja të rënda. Nënave të tjera i ka kushtuar shumë në Shqipëri. Ato janë vrarë nga bijtë e tyre të smur. Këtu hyn në lojë dy parime themelore: autonomia familjare dhe përgjegjësia publike për mbrojtjen e jetës. Një nën me zemër të madhe mund të mos ketë mjetet, diturinë ose burimet për trajtimin adekuat, veçanërisht kur sistemi shëndetësor nuk ofron ndërhyrje komunitare apo mbështetje sociale. Por një komunitet po. Mos prisni që një nën ta dërgojë fëmijën e vet në institucion, por një nën shqiptare është e vëzhimshme. Duhet të jetë komuniteti që ankohet që kjo të realizohet. Video dhe reagimi nënës përshkruan një dramë të vërtet, dashurinë familjare, frikën dhe një sistem që shpesh braktis. Nuk ka përgjigje të thjeshta. Por në vend që ta përdorim rastin për të shfrytzuar sensacionin, duhet kërkojmë reforma. Jam i sigurt se krime të tilla do të ndodhin edhe në muajt edhe vitet në vazhdim. Sepse sa herë që ndodhin, shoqëria nuk po reagon dhe sistemi nuk po reagon. Dhe nuk ka asnjë vullnet për të ndryshuar diçka. Mbase këto vrasje nuk do të jenë 3 brenda një dite. Por që të tilla do ketë, Shqipëria ka patur edhe më të rënda se këto. Arsyeja është e vetmja. Ata vazhdojnë të enden rrugëve. Kur kush nuk i mbyll në institucione. Në çdo familje shqiptare dashuria ndaj fëmijës është e shenjtë. Ajo nuk njeh kufi, as kushte as smundje. Por ka raste kur kjo dashuri përplaset me realitetin e hidhur të jetës. Kur fëmia vuan nga një smundje mendore dhe prindrit përkundër çdo rreziku zgjedhin ta mbajnë pranë në shtëpi duke refuzuar t'ia dorëzojnë institucioneve. Ata e bëjnë këtë jo nga ignoranca, por nga një ndjenjë thellë dashurie. Në Shqipëri ende ekziston një stigmë e fortë ndaj çrregullimeve mendore. Shumë prindër kanë frikë se nëse fëmia e tyre trajtohet në një institucion psikiatrik, do të mbetet përgjithmonë i etiketuar si një turp, jo vetëm për veten, por për gjithë familjen. Kjo frikë i shtyn t'i mbajnë në shtëpi duke u bërë vetë mjek, kujdestar, madje edhe roje ndaj dhunës që mund të shpërthejë papritur. Ata i durojnë krizat, shpërthimet, netët pa gjumë dhe ndonjëherë edhe rrezikun fizik, sepse zemra e prindrit e ka të pamundur të heqë dorë nga fëmia e tij. Por përtej dashurisë që është e padiskutueshme, qëndron një realitet dramatik. Shumë prej këtyre familjeve janë të vetmuara të pashpresa dhe pa mbështetje institucionale. Shërbimet për shëndetin mendor në vend janë të kufizuara, me staf të pamjaftueshëm dhe mungesë programesh që të ndihmojnë familjen dhe jo vetëm pacientin. Prindrit që mbajnë në shtëpi një smur mendor shpesh e bëjnë këtë sepse nuk kanë besim tek institucionet, ose sepse shpesh në shumë raste nuk ekziston një alternativë e sigurt, e denjë dhe humane ku mund ta dërgojnë. Në shumë raste dashuria bëhet një barrë e padurueshme. Jo pse prindrit lodhen nga fëmia, por sepse mungon ndihma. Ata shndrohen
në kujdestar të përjetshëm, të lodhur, të friksuar, që jetojnë çdo ditë me anksin se një krizë e papritur mund të përfundojë në tragjedi. Ka prindër që kanë humbur jetën nga duart e fëmijëve të tyre në krizë, e megjithatë, edhe pas këtyre ngjarjeve, askush nuk i gjykon dot, sepse ata vepruan ashtu si dinin, me dashuri dhe jo me ligj. Në thelb, kjo është një histori e mungesës së ekuilibrit midis dashurisë dhe sistemit. Shoqëria jonë ende nuk ka ndërtuar ura besimi midis familjes dhe institucioneve të kujdesit mendor. Prindrit nuk ndihen të sigurt ta dorëzojnë fëmijën e tyre në sistem, që shpesh shihet i ftohtë, i pa drejtë dhe i pasigurt. Ta kanë frikë se fëmia do të lihet pas dore, do të trajtohet pa respekt ose do të humbas çdo lidhje me botën. Dhe kështu zgjedhin rrugën më të dhimbshme, ta mbajnë vetë edhe kur dashuria e tyre bëhet rrezik për jetën. Zgjidhja e këtij problemi nuk mund vi nga gjykimi moral, por nga ndërtimi i një sistemi që ofron ndihmë reale, një sistem që jep mundësi prindërve të mos ndihen fajtor, por të mbështetur, që ofron kujdes psikosocial në shtëpi, ndihmë psikologjike për familjen dhe institucione ku njeriu trajtohet me dinjitet, jo si një numër në një pavion. Vetëm atëherë dashuria e prindërve nuk do të jetë një rrezik, por një forcë që bashkëpunon me mjekësinë për t'i dhënë jetës një shans. Dikur në kohën e diktaturës, shpreha që përdorej më shumë për shkak të mënyrës se si ishte ndërtuar ai sistem, ishte pyetja sa shtora. Jo të gjithë kishin orë, nga pamundësia ekonomike, ama të gjithë nxitonin. Dikush në punë e dikush në shkollë. Kishte orare të forta dhe për pak minuta mund të humbje një ditë pune, një ditë shkolle, mund të bëheshe problem. Ndaj dhe pyetja sa shtora ishte shpreha më e përdorur në Shqipëri në çdo moment. Por sot që jetojmë në demokraci, cila është shpreha më e përdorur në Shqipëri? Është shpreha të vras. Për çdo gjë përdoret ajo. Për një zënk në lagje, për një konflikt në autobus urban. Kudo. Çdo shqiptar, dhe ai që ka një zemër të fortë, dhe ai që ka një zemër të dobët, dhe ai që ka 100 vëllezër, dhe ai që s'ka asnjë, fjalinë e parë për çdo reagim e ka unë të vras. E ky është një problem i madh i shoqërisë shqiptare. Kujtesën kolektive të një pjesë të gjeneratës shqiptare, pyetja më shpesh në rrugë, qoftë edhe në oborin e shtëpisë, qoftë përpara pallatit, qoftë duke shkuar në punë apo në shkollë, në kohën e diktaturës, ishte: sa është ora? Kjo pyetje në fakt nuk ishte vetëm kuriozitet, ishte pasojë e një realiteti material dhe social në kohën e diktaturës, ku jo të gjithë anëtarët e një familje mund të siguronin një orë dore, për shkak të vlerës së lartë financiare që kishte në treg. Zakonisht mund t'i blije dikujt kur fejoj apo martoj, por ora e dorës nuk ishte thjesht një mungesë e një sendi në trupin e njeriut. Ishte një domosdoshmëri, sidomos herët në mëngjes, pasi shteti asaj kohe funksiononte me një rreptësi administrative burokratike që nuk toleronte vonesa, ndonjëherë edhe për 1 minutë. Një nxënës shkolle nuk futej në mësim për 1 minutë dhe i kërkoi të sillte prindin në shkollë, çfarë nën kuptonte një problem për të. Një punëtori për 2 apo 3 minuta mund t'i pritej dita e punës, që në atë varfëri kolektive, për të ishte një problem shumë i madh ndërprerja financiare e një dite pune. Koha me pak fjalë ishte një mjet llogaritje i ecjeve tona, sa të vraposh kur dalësh nga shtëpia, si të zgjidhësh rrugën që ti përshtatet turnit të punës apo orarit të shkollës. Frika nga pasojat e 1 minute vonesë e bëri kohën objekt të vëmendjes kolektive. Dhe pyetja sa është ora ishte rituali oratorisë të çdo individi, të çdo lloj moshe në çdo kohë. Sot, sipas një perceptimi tepër të përhapur, gjuha e përditshme shfaq një tendencë tjetër. Fjalia që dëgohet shpesh nuk është më një kërkesë për informacion, por një kërcënim i drejtë për drejtë. Unë të vras. Ky ndryshim i frazeologjisë nuk është thjesht një ndryshim fjalësh. Ai reflekton transformimin më të thellë në marrëdhëniet midis njerëzve në institucione dhe në ndjeshmërinë tonë kolektive. Kujtimet e kontrollit formal të kohës tani janë shtuar për jetimet frika dhe dhuna. Pa siguri,
normalizimi i gjuhës agresive dhe shpesh në një ndjesi mos ndëshkimi. Ka disa arsye pse kanë ndodhur: diktatura e kohës dhe agresiviteti i sotëm. A mund të lidhen ato? Absolutisht që po. Së pari, trauma kolektive që krijon një regjim i shtypur nuk zhduket menjëherë. Ajo riprodhohet në forma të tjera të tensionit social, kur institucionet e zvendçojnë disiplinën burokratike me një sistem ligjor, moral dhe dobësuar. Së dyti, varfëria, papunësia, mungesa e perspektivës, stresi individual dhe kolektiv. Kur njerëzit ndjejnë se nuk kanë rrugë ligjore për të shprehur pakënaqësinë, shpesh zgjedhin gjuhën e dhunës si një mënyrë për të imponuar frikën e tyre. Së treti, mediat sociale dhe kultura vizuale që po normalizohet shpesh me ton agresiv dhe përshpejtojnë përhapjen e gjuhës urrëties. Shprehjet e dhunshme bëhen me komente dhe reagime impulsive që pastrohen nga konteksti moral. Pasojat janë të dukshme. Të vras pse më preke kalin, pse nuk e lëvize pjatën, pse nuk more ushqim në frigorifer, siç ndodhi këtë javë. Apo pse më she, pse më gërvishte makinën, pse ma ke zënë vendin e parkimit, e kështu me radhë. Degradimi i dialogut qytetar dhe vështirësia për të krijuar komunitete në bashkëpunim të çon atje ku frika i zëvendin bisedës. Kjo po e çon shoqërinë shqiptare në problemet mbase më të thella të këtij mijëvjeçari të ri. Kjo nuk po shkatron vetëm një familje që i vritet një antar i saj, por për shoqërinë në tërësi. Humbet aftësia për negociat, solidaritet dhe besim. Po çfarë duhet ta bëjmë të ndryshojmë këtë histori të kësaj shoqërie? Po ta keni vënë re kur janë në vendet e Bashkimit Evropian, kur kush nuk thot për një konflikt apo për një zëng të vogël, unë të vras. Zakonisht, dhe ai që është më i fortë i thot, ndjes, nuk të pash. Pra kjo tregon që nuk është një problem shqiptarësh. Është një problem vendi. E vendit, çdo njeri i përgjigjet me normat që ka dhe që ka caktuar shoqëria. Duhet zgjedhim si të cillemi. Natën e mirë dhe paçifat.